Kuqezinte Silvinjos kanë bërë një ndeshje me 4 yje në miqësorën e Luksit përballë Jordanisë që vjen 3 ditë pas suksesit historik me Serbinë në Leskovac. Në këtë sfidë trajneri Silvinjo la pushim disa prej titullarëve, duke nisur nga porta ku në vend të Strakoshës u aktivizua Dajsinani, ndërsa ndryshime pati edhe në mbrojtje ku nga minuta e parë zbritën në fushë Mihaj dhe Balliu në vend të Hyse dhe Ajetit, ndërsa në mesfushë u rikthye titullar Bajrami. Në sulm nga minuta e parë Hoxha, Daku dhe Asani. Një ndeshje e cila u nis keq nga Kuqezintë, të cilët posuan gol në minutën e 27 nga Rashdan, por 5 minuta para mbylljes së pjesës së parë, Kuqezintë barazojnë shifrat pas një autogoli të Abul Elnadit. Në pjesën e dytë Silvinjo holli në fushë Brojen, Ramadanin, Gripshin, Cakën, Hysen dhe Alin, çka solli ndryshim të lojës. Ishte Broja që në minutën e 65 kaloi Shqipërinë në avantazh pasi kaloi topin mbi portierin kundërshtar dhe më pas e shtyu në portën e boshatisur. Pak minuta më pas Arber Hoxha do të shënonte një super gol nga jashtëzone duke trefishuar rezultatin. Në të 79-ën Broja merr para gjithë mbrojtjen jordaneze dhe jep asistin perfekt për Bajramin që rikthehet tek goli. Pak minuta para fundit Oluan shënon golin e dytë për Jordanin. Një miqësor që shërbeu më shumë për të parë gjendjen e futbollistëve që nuk patën mundësi të aktivizohen me Serbinë, por dhe për të provuar lojtarë të rinj. Kombëtarja do të rikthehet në aksion në muajin nëntor. Në 13 nëntor Kuqezintë udhtojnë drejt Andorrës për finalen e madhe që mund të asigurojë një vend në play-offin e Kupës së Botës, ndërsa 3 ditë më vonë në Tiranë pret Anglinë për ndeshjen e fundit kualifikuese të grupit K në Kupën e Botës 2026. Mi è piaciuto tantissimo la squadra, la rosa. Sot është një ditë speciale për rezultatin dhe për djemt, por edhe për Hysen se është një rekord i rëndësishëm për vendin dhe federatën. Ai është një lojtar që na jep gjithmonë gjithçka, si shumë lojtar bën mirë apo jo, por ai bën një rrugtim të jashtëzakonshëm dhe komplimente atij dhe familjes së tij. Nuk është e thjeshtë se duhet menduar për gjithë ekipin të fitosh e të bësh mirë. Nuk duhet të gabosh se nuk ka shumë miqësorë dhe në kombëtare e dini që gjërat janë të shpejta. Dajsinani bëri shumë mirë, më pëlqeu edhe Klisman, Gripshi në skuadrën e tij bën diçka ndryshe, por teknikisht është i rëndësishëm. Sot provuam Bajramin djathtas, kemi parë gjëra interesante, por edhe për rezultatin jemi të kënaqur. Kjo është një dhimbje koke e mirë për një trajner. E kam thënë që kombëtarja është e hapur, ndjekum Gripshin, Klinsman e të tjerë. Kemi një listë me 10 lojtarë që ndjekim, ndonjë mund të afrohet. Jam i lumtur për ta. Sa më shumë dhimbje koke një trajneres më mirë është shenjë e mirë. Ata duhet të luajnë, të bëjnë mirë, pastaj të shohim, por jam i lumtur për të gjithë ata. Hoxha po bën mirë me skuadrën e tij. Përpara 10 ditësh kishte një dëmtim të lehtë, e thirrën dhe e pam. Ai erdhi, bëri punë me ne, nuk humbi asnjë stërvitje, po bën mirë me Serbinë, hyri dhe luajti mirë. Sot bëri një ndeshje shumë të kompletuar, krenar për të, por rritet si futbollist, po bën shumë ndeshje, shënon dhe jam shumë i lumtur. Kam 24 lojtarë për të cilët kam përgjegjësi, pastaj për grumbullimet flasin të gjithë. Ne kemi 45-50 lojtarë. Për çdo 23 që merr, ka të tjerë jashtë. Ne shkojmë sipas kundërshtarëve dhe pastaj karakteristikave, kërkojnë ndjes, por nuk është momenti ky. Janë të gjithë në konsiderat, pastaj në fund bëhet një zgjedhje.